kur përdorin dhunën, ka dhe plagosje, ka dhe vrasje, kjo është e pamohueshme. Dhe ata që organizojnë këto, ose ata që shkelin ligjet, bëhen përgjegjës. 15 vite nga dita kur poshtë zyrës së tij u vran 4 protestues me duar në xhepa dhe u plagosën 10 të tjerë. Sali Berisha i mbron plumbat shtetëror mbi qytetarët e pafajshëm. Kur proteston dhunshëm, thot ai, mund edhe të vritesh. Garda ka një ligj, i cili ligj autorizon rojen të qelloj sa herë dikush e kërcënon me ndonjë objekt apo me ndonjë gjë. Të qelloj në ajër, kur ajo përsëritet, të qelloj te këmbët, kur ajo përsëritet, ta eliminoj rrezikun. Po jo, the një gënjeshtër, më fal. Jo, gënjeshtër nuk është qelluar nga brenda kryeministrisë. Është qelluar nga vendrojet e gardës. Për herë të parë në dyert e drejtësisë për krimin e pasbardhur shtetëror të 21 janarit 2011, Berisha shkeli këtë 19 nëntor të 2025-s. Edhe pse mbron vrasjet para prokurorisë së posaçme, mohon të ketë dhënë vetë urdhër për të qelluar me plumba të vërtetë. Kush e dha urdhrin për qelluar jo me fishek manovre, po me fishek luftarak ndaj protestuesve? Ai urdhër është në mendjen tuaj, se ka dhënë njëri, të garantoj që ka një audio. Keni një koment për një audio të dorëzuar nga familja të Ai urdhër është nga familja Alex Nikës. Po, flas për apo. Një urdhër i dhënë për të qelluar në mish dëgjohet në një audio regjistrim të komunikimeve të gardës 21 janarin e 2011-s. Por Berisha flet për manipulim. Janë imituar në autenticitet të plot, jo zëra të njerëzve thjesht, po gjerdhe të president të Shteteve të Bashkuara. Si mund të besoj unë një audio pas të dorëzuar pas 12 vitesh? Është zero. Po, është një lloj si shiriti i Lirmec. Report Televizion mësoi se audio është dërguar për inspektim në një laborator në Itali, ndërkohë që familjes i është kërkuar mënyra e sigurimit të materialit për të shkuar te origjinali. Për ish komandantin e gardës, vrasës me vendim gjykate më 21 janar, edhe pse nga pakujdesia, i cili dëgjohet edhe në audio teksa jep urdhër, Berisha thot se ka bërë punë të mirë. Ndrej Aprendi ka qenë në kryet e detyrës gjatë gjithë ditës dhe në vlerësimin tim ai ka bërë të pamundurën që të përmbush detyrimet ligjore të tij. Tha se do ishte përballur me drejtsinë mbi një dekadë më parë, por se askush nuk e thirri. Edhe pse një vendim i gjykatës për të drejtat e njeriut thot se qeveria e tij bëri gjithçka që të pengonte hetimet, që nga poshtërimi në drejtim të kryeprokurores Ina Rama e deri te refuzimi i shoqërimit të zinxhirit komandues të Gardës së Republikës. Si do të jetë ecuria e hetimeve që s'pak mori në dorë pas insistimit të familjarëve të Alex Nikës dhe urdhëresës nga Strasburgu se 21 janari duhet hetuar për të zbuluar përgjegjësit dhe urdhëruesit e krimit të pasbardhur, ish kryeministri Sali Berisha i paraprin kështu. Të besosh se SPAK-u nuk do bëj hetim politik, do të thot të talësh me veten tënde. Se si që shihni, SPAK-u bën hetime politike. SPAK-u është një repart i Partisë Socialiste kundër opozicës. Berisha i shkeli shkallët e prokurorisë së posaçme gati 3 javë pasi aty u pyet ish ministri i tij i brendshëm Lulzim Basha. Hetimet për krimin shtetëror të 21 janarit nisën në SPAK korrikun e vitit të kaluar, pas regjistrimit për veprat penale të vrasjes në rrethana cilësuese e kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorim detyre dhe pengim të drejtësisë.